Monografia enciklopedike Arbreshët shqiptarët e Italisë e autorit Fatmir Toçi u promovua pas ditën e së martës në Durrës, një botim mjaft voluminoz që përmbledh një punë gati 15 vjeçare të autorit, që ndërthuret me studimit të vendbanimeve, historisë, kulturës, riteve dhe objekteve të kultit, si dhe vizitave të vazhdueshme të Toçit nëpër të gjithë Italinë, për të sjellë një kuadër të plotë të këtij komuniteti, të larguar 5 shekuj më parë nga Troje Tam. Në takimin organizuar nga Biblioteka Publike Durrës, ishin bërë bashkë krijimtar, historian dhe studiues të fushave të ndryshme. Për rëndësinë e madhe të kësaj monografie në historiografinë shqiptare, folën në takim 2 personalitete mjaft të njohura, akademiku Recep Qosja dhe albanologu Matteo Mandala. Në lidhjet live me të pranishmit në takim, Qosja dhe Mandala e konsideruan këtë vepër një enciklopedi të mirëfillt shkencore dhe vlerësuan maksimalisht punën e bërë nga Toçi në terren për mbledhjen e materialeve voluminoze në 500 vendbanime që kanë qenë arbreshe dhe që sot janë rrudhur në 50 zyrtarisht. Fatmir Toçi e ka pa me sy jetën e arbreshve, dhe duke e pa me sy jetën e arbreshve me të gjitha ngulimet e tyre në Itali, ai natyrisht e ka kuptuar jetën e tyre në përgjithësi dhe historinë e tyre po ashtu. Megjithse i ka dedikuar 2 libra komunitetit arbëresh që jeton kryesisht në jug të Italisë, autori Toçi flet për një personazh të historisë italiane dhe shqiptare, stërmbesën e Skënderbeut, Irena Kastrioti, që meriton të jetë në vëmendjen e studiuesve. Një gjë që ka folur pak historiografia shqiptare, siç është vërmëtaria dhe jeta e Irena Kastriotit, që ishte stërmbesë e Skënderbeut, një nga që arriti të bëhet një nga familjet feudale më të mëdha në jug të Italisë, ishte princesha e Bizignanos, dhe Bizignano ishte feudi që ishte numri 2 i mbretërisë Napoli dhe kushëri i mbretit, dhe ajo u martua me princin e Bizignanos dhe mas vdekjes shoqit ishte princeshë e Bizignanos, për cilin historiografia jonë ka folur shumë pak. Për Durrës Lajm, autori Toçi zbulon se ky nuk do të jetë i vetmi botim mbi arbreshët e Italisë. Kam filluar po punoj me një gjë që i mungon botës arbreshe, i mungon do të thotë gjithë botimeve dhe studimeve shqiptare, që bëhet një album historik kulturor për trashëgiminë historike dhe kulturore të arbreshëve tanë në Itali. Në monografinë enciklopedike me mbi 900 faqe, një vend mjaft rëndësishëm zën dhe hartat dhe imazhet, që përfshihen në 400 fotografi origjinale që pasurojnë botimin.